Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë bashkarisht një reagim që në fakt ka mbërritur nga Mateo Bori. Mateo kohën e fundit që pas përfundimit të Big Brotherit ka qenë jashtëzakonisht aktiv në rrjetin e tij social, një mundësi për të qenë sa më afër dhe sa më pranë ndjekësve. Është munduar që të ndanë çdo moment, nga mëngjesi deri në darkë. Është munduar që të ndanë momente edhe nga ambientet të palestrës së tij, që do të thënë ka shijuar pothuajse ditën në palestër, por së fundmi ka ardhur një mesazh ku Mateo dëshiron t'ju thotë diçka ndjekësve dhe miqve të tij, të cilët tashmë i ka miq virtual, ndoshta prej tyre do të bëhen edhe miq real. Mateo thotë kështu: pavarësisht se Big Brother ka mbaruar, vijnë akoma shumë mesazhe dhe emaile ku shprehni opinionin, vlerësimin që keni mbështetjen dhe që më keni dhënë gjatë gjithë kohës. Në qëndrimin brenda shtëpisë po ashtu, mbështetja juaj po vazhdon edhe jashtë. Ju kërkoj ndjes, kujt nuk i kam kthyer mesazh, por realisht mënyra se si shkruani dhe keni analizuar Bigu në detaje dhe keni përjetuar emocionet, me ne, si kur të ishit edhe ju aty, nuk ka të vlerësuar. Energjia që më përcillni me vlerësimin tuaj nuk ka të paguar. Ju kërkoj ndjes edhe një herë juve që nuk keni marrë përgjigje dhe ju falenderoj nga zemra dhe ju përqafoj fort me zemër. Shpresoj që siç pata fatin të takoja mbas xhirimeve të Portokallis djalin që tregoi banderolën me foton time tek porta e Top Channelit, gjatë Bigut të kem fatin të takoj edhe shumë prej jush që jeni më të mirët. Do të thënë, Mateo tashmë dëshiron që të krijon një ambient të bukur ku fansat e tij, jo t'i ketë vetëm fansa virtual, por ti takon, të jeton momente me to, të argëtohet me to dhe të kënaqet. Mateo ka vazhduar fuqishëm së punuari pas përfundimit të Big Brotherit. Ai dita ditës po i rikthehet palestrës së tij. Do të jetë në një ambient siç duket krejtësisht të ri, do të thënë punon për të rindërtuar gjën e tij, gjën personale. Do të jenë me fat shumë ato të cilët do të vizitojnë palestrën e Mateos dhe do të marrin mësime si një trajner si Mateo është. Dhe nga ana tjetër, do me thënë tek dashuria, Mateos po i shkojnë gjërat shumë bukur. Është i lumtur, është i gëzuar, është i kënaqur. Brikena tashmë ka ikur në Itali, ajo ka vendosur që udhëtimin e saj në Itali ta kaloj në qetësi, jo duke bërë zhurma të mëdha, do me thënë duke qenë në qetësinë e saj. Është munduar që të kënaqet me familjen dhe siç duket ka qëndruar shumë larg rrjeteve sociale, por unë jam i bindur që në respekt të gjithë atyre fansave që janë në numër goxha i lartë që e duan Brikenën edhe Mateon, Brikena do t'i surprizoj me një moment të bukur teksa ka takuar familjen dhe teksa është kënaqur me to. Unë uroj me zemër që të dy, do të thënë si Mateo si Brikenës, gjërat i shkojnë më së miri dhe tek publiku të sjellin më të mirën e tyre.